tjera nga ato që përmendi zoti Kurimi, këtu ndërkombëtarët as si bedhon fare. Po kur thes si bedhon fare, se opozita do futet në këto zgjedhje me dhunën e pushtetit e Tiranës. Dhe pa dyshim që unë nuk e di se kush janë ata ndërkombëtarë që do marrin përsipër që të mbështesin opozitën dhe t'i thonë që shiko se do shtyhen zgjedhjet sepse nuk janë kushtet, duhet bërë kjo e duhet bërë ajo. Unë ky tashmë është një fakt, data 9 është një fakt. Dhe është një fakt që askush nuk ka çfarë të bëjë më kësaj gjëje. Sepse zoti Rama bëri llogaritë veta dhe detyroi atë ushtari që ka në presidencë dhe të bënte të nxirrte dekretin. Tani opozita është para një fakti që o do futet në zgjedhje o nuk do futet në zgjedhje. Mos futet në zgjedhje, ju e dini, ajo vazhdon me vrasja politike. Kështu që është e detyruar të futet në zgjedhje. Pastaj se çfarë do bëj opozita dhe çfarë po bën opozita, ajo është ande ta diskutojmë. Por që të diskutojmë tani që shikoj se nuk futemi në zgjedhje se ndërkombëtarët duhet të bëjnë atë, duhet të bëjnë këtë dhe opozita duhet të bëjë nuk bën dot asgjë opozita. Në një shtetin e Noriegës nuk mund të bëjë dot asgjë opozita. Në shtetin e Maduros apo të Putinit nuk mund të bëjë dot asgjë opozita, Flavio. Kjo është historia. Ne do të flasim realitetin. Nëse ne nuk flasim realitetin, atëherë ne devijojmë. Problemi është ky. Ne jemi përpara një fakti që o do futemi në zgjedhje o nuk do futet opozita në zgjedhje. Tani çfarë ka ndodhur? Kjo ka ndodhur. Nuk është bën dot sepse institucionet këtu në këtë vend janë të kapra. Edhe gjykata kushtetuese mund të kishte marrë kohën, mund të kishte marrë, mund të jepte një vendim edhe sot, edhe të hënën ose të martën. Çfarë do bëte me zgjedhjet në Shqipëri? Çfarë do bëte me dekretin e presidentit? E kështu me radhë. Pra, këtu të gjitha institucionet janë në rresht. Dhe ky është i realitet. Prandaj që opozita nuk ka zgjidhje tjetër. Ka zgjidhje që të gjejë një kandidat politik, një kandidat me integritet, një kandidat që s'ka lidhje, po s'ka lidhje fare me as me tendra, as me korrupsionin e qeverisë, as një lidhje, një kandidat në të gjitha këto bashki që të ketë një personalitet dhe të jetë një partijak dhe padyshim që të futet në zgjedhje. Unë nuk jam për këto zgjedhje që po bëjnë këta, Belindi me këta, jo po duam atë, ne po duam këtë, jo po shoqëria civile, jo po aty po këtu. Jo më jo. Në një vend ku ti ke përballë Noriegën se ti nuk kandidon me Manasfilliun përballë, o Flavio. Ti këtu kandidon ke përballë mafje. Dhe ti vesh përballë mafjes. Një të shoqërisë civile, mua më duket histori, më thënë na këto ta them favola për i thonë italianë. Okej. Përballë mafjes duhet vendosur njerëz me partijak që ta përballojnë rezistencën dhunën e mafjes. Ky është realiteti sot. Tani këta më kërkojnë mua kandidat, po jam mos të jetë partijak, jo po të jetë partijak. Po çfarë janë këto historira më Flavio? Kuptoni çfarë po i bën apo? Sali Berisha duhet të mbledhë urgjent kryesinë dhe të caktojë një kandidat sot se nesër është vonë. Dhe ti sot ti do kandidosh, jo t'u alë në dorë këtyre, sepse me kandidat të tillë që mendojnë këta mund të bësh zgjedhje vetëm në vendet nordike, vetëm në ato ku ka arritur demokracia kulmi, ku s'ka ku të vejë më. Në një vend si Shqipëria, ku Noriega ka kapur, komandon të gjithë mafjen, ti nuk mund t'i çosh kandidat të pavarur, ose i kandidat kështu nga këta të shoqërisë civile që nuk ekzistojnë për mua, po hajde po e marrim të mirëqen. Tu duhet kandidat partijak, që ti vën dhe ore ti sot do të vë Tritonin, e kupton apo jo? Do i kandidat që ati që do vjedhi votë patronazhistit t'ja lëshoj me plumb në lulet ballë, e kupton çka kandidati duhet apo jo? Ati patronazhistit, ati grupi kriminal. Pak agresive kjo, nuk e di as e lishme një këtë. Çu duhet kandidati Flavio? Dakor? Nuk e di as jemi në kufit e diskutimit nëse është e lishme kjo si deklarat, po leta lëm... Po jo, shiko, kur thash që duhet e thash në kuptimin që... Metaforik. Duhet një kandidat që të përballet, në kuptimin të përballet. Dhe kuptoj. Kjo është thelbi, jo kandidat, po e ta montojmë aty, ta montojmë këtu dhe bla bla bla, i lutet Partia Demokratike, njerëzve late poshtë për kandidat. Jo, ka bjem dhe vajza shumë të mirë, ka kandidat shumë të mirë, ka njerëz të tillë ka qëndruar Partia Demokratike në opozitë, kanë bërë opozitë dhe vazhdojnë të bëjnë opozitë. Dhe ta vendosin aty. Pa dyshim, humbja është do kur futet, çdo njeri futet edhe për të humbur, pa dyshim. Po është betejë mor. Dhe në betejë do edhe mund të humbasësh. Në ndeshje futbolli edhe mund të humbasësh ose nuk e di se si ndodh. Tani, ne këta duhet të garantojnë që të fitojnë. Jo, ti do futesh për të fituar. Pastaj nuk e di çfarë do ndodhi në ndeshje. Kjo është, atë po them pra. E kuptoj. Burimi, kishit një reagim? Jo,
Kujtim. Që nuk e di që do ndodhin ndeshje, kujtim. Po të citoj. Avokat po citoj se Noriega, se mafia, çfarë the? Shteti. Ore, po them, që ke duhet që kandidatë të Noriega. Noriega në pushtet, ne kemi Manastindu, ne kemi Noriegën, e kuptoni apo jo? Stëndepreda. Ja ta dëgjojmë burimin, s'ka problem. Ti thua nga një anë që ky është tet Noriega, që ky është tet mafia, nga ditë thua shiko, ky mëzjen si ditë mund të fitojmë. Ore, kujtim. Çka ke ngrënë brëm ti? Ti thua që që bën, do i bidesh si të jo ta mbarë kujtim. Çka bën do i bidesh Ramës. Do i bidesh Ramës. Të shkosh zgjedhje. Ati të shokutat ti, i të shoke tritolin ti, ati të PD-s. Po, burimi, cili? Tonë e përja, dhe rapa një nuk ka detyrim botë. Ka detyrim botë. I tha dhe ai Trapi, i tha dhe ai Putini, ati Zelenski, do ish mos, i tha, negociosh. Nuk të pjetë mos. Shumë artistike kjo, po nuk e dëgjoj do të burimi, vetëm ngrije pak zërin të thudëm. Jo, i tha dhe Zelenski, i tha dhe Trumpi dhe Putini, do ish shkosh në Moskë të negociosh. Nuk shkoj në Moskë, tha Zelenski. Si jam i detyruar. Ti më moj që ke detyruar, ti shkoke në Norvegjës në të zgjedhje. Mbaj me timin tëndë. Do kujtim. Po na jep gjithë. Tu si këndez, mos kërce, sepse kemi. Jo, si ka, stëndepreda, vazhdo. Na jep recetën. Receta kush është? Edhe një recetë, atë recetën po ta jap dhe një recetën. Recetën po ta jap që këta ndërkombëtarët sot, që ti i hedh për poshtë, këto ndërkombëtarëve sot, ai Rama nxori ujin e zi, ku pushtoi bulevardin dhe ndërkombëtarët e ftuan ke restorante, që është ai Cjapja për restorante Tigri, ai për san krokodili, kujtohet 2009-ën? Po, krokodili, po. Ai 2009 Rama, që i paknaqur, ai paknaqur i ta bllokoi bulevardin ti, jo ndërkombëtar. Ta ndërkombëtar sot, me këto që po ndodhin në mbrëm, në mbrëm dronet në Munich me ato që po i zi koka ndërkombëtarëve. Kupton se kanë ndërkombëtarë një kohë dhe nge që të dalin titull lajmesh që në Shqipëri opozita nuk shkon në zgjedhje me Noriegën. Të që do kur të bëjë lajm sot një batut në brëm dje e Ramës me Macronin. Ajo bëj lajm, kur bën lajm djella, kur bën lajm nga Shqipëria, Vatikani, Jeshil, Bektashi. Ma i nuk çfarë lajmi do bëti që në Shqipëri nuk shkon opozita në zgjedhje me Noriegën, ma fjalë. Sa duan të kombëtarë të lajm të moment, kur? E ulën të urim negocim bashkë. Kush janë ta ndërkombëtarë? O zot. Është ajo zonja Marta Kos që paguhet nga unë, se nga të paguhet, nuk paguhet Marta Kosi nga Parisi. Marta Kosi paguhet nga komisionin. Na thot tani që keni Noriegën në pushtet, por Marta Kos, ne na thot, ju jeni Marta Kos në pushtet, por Marta Kos ka përballë, sepse Marta Kos ka përballë, ta mbaroj. Marta Kos ka përballë njerëz të dobët i ty avokat. Që thua peqe. Të Marta Kos ti zonjë. O bësh sigurisht se ti vetë humbet postin atje, ti humbet postin zonjë, humbet postin sepse në mes të negociatave unë të nxjerr një axhans që nuk shkoi në zgjedhje me Noriegën. Marta Kos mundohet të negociojë, është çështje negocimi sot, edhe me Trumpi negociojnë, gjithçka negociohet. Zonja Kos, ku vetë shokutat që kemi në Tiranë, te kryeministria, o të bëjmë çfarë dhe neve, zgjedhje duam, po ti marrim gjërat me qetësi. Ka një apelim të presin, ka një raport ose bes presin, e bëjmë zgjedhje. Oje more, në Strasburg e keni Berikën, negocioni more njërë. Po jo kështu si qafet e kasapi. O mura, tha Rama zgjedhje, o mura zgjedhje. Tha Rama spyesum për kushtusen, o mura spyesim në. Po jene po si ne po si. Po jene, këtu të përse në një që i Zelenski po i reziston fuqisë sot madhe në botë ushtarake sot? Për të Amerikës? Po. Në do t'i shortë, unë shkoj zgjedhje me gaz, matë, shkoj ke Noriega, do i humbasë dhe pasaj brapa. Bis repetitavo ka. I humbe në majnë bashkakeve, i humbe në majnë legislative, do i humbasë prapë. Që kumplim ka? Morë pjesë nga, po bravo, morë pjesë nga. Edhe? E çfarë solli banorët të Tiranës kjo, që bie prapë Noriega fitoi. Çfarë solli banorët të Tiranës kjo? Çfarë solli kjo banor? Po kundazi, banorët të Tiranës, të Shqipërisë, edhe mua si gazetar që humba kohën dhe pushtimin, na sjell gjë madhe. Po të shtysh pak. Sepse do krijoni një kuadër, ti si avokat mendoj një kuadër ligjor, që ai treni bullgar mos të ndodhë më.
Ti si avokat në ndonjë kod ligjor që ato vjedhjet që bën nga shteti për zgjedhjet, mos bëni grupi i avokatëve, është problemi zoti Burimi. Ja ta dëgjojmë sa kanë edhe më pas sërish Burimi. Ne do të shkojmë në zgjedhje, po. Ka kisha. Sa kanë? Shiko. Ajo që thot zoti Burimi, unë jam 100% dakord